Në korrik të këtij viti, SPAK-u njoftoi përfundimin e hetimeve pas plot 6 vite hetimi. Ky është njoftimi zyrtar i SPAK i datës 2 korrik 2026 për përfundimin e hetimeve dhe dërgimin për gjykim të kësaj dosje. Vetë SPAK-u në këtë deklaratë fakton se deri në sekuestrimin e kompanisë në vitin 2023, nga kontrata janë përfituar të paktën 110 milion euro, ndërsa investimet reale kanë qenë vetëm 21 milion euro. Pra mungojnë në bilanc 89 milion euro të vjedhura. Ku janë paratë e sekuestruara dhe sa janë ato? Është përgjigja që do të kishte çdo qytetar dhe pyetja që do të kishte çdo njeri që na ndjek. Bilanci është 0. 0 paratë sekuestruara, 0 euro të konfiskuara. Ndërsa hetimi i SPAK-ut vijonte për 6 vite me radhë, paratë zhdukeshin në nënhundën, sytë dhe veshët e prokurorëve. Pyetja është e thjeshtë, sërish, a është ky rezultat apo është thjesht një proces verbal i një grabitje nën hetim?